Vjedhje spektakolare e xhevairëve në Louvre. Grabitja u bë mu në mes të ditës dhe askush nuk e imagjinonte. Në muzeun e Louvrit në Paris janë vjedhur xhevaire prej diamanti, që prej kohës së Napoleonit. Madje u rrëmbye edhe kurora e perandoreshës Eugenie. Grabitje me një vlerë të paimagjinueshme, por si ndodhi? Para pak ditësh, rreth orës 9 të mëngjesit, 4 tipa pasi veshën një lek të verdh që të dukeshin si punëtor të mirëmbajtjes, hipën mbi një kamion nga ata me ashensor të ngarkesave të larta dhe shkuan drejt në Louvre. Muzeu sapo ishte hapur dhe ata aty nga jashtë rrugës kryesore ngritën ashensorin e kamionit dhe u ngjitën në balkonin e katit të dytë. Çudia ishte se ata nuk humbën as një sekond, sepse çdo gjë ndodhi brenda 7 minutave, pra profesionistë të vërtet. Kishin studiuar çdo gjë në detaj dhe e dinin mirë se çfarë duhej të merrnin dhe ku ishin eksaktësisht. E kështu, 2 prej tyre, që ishin pajisur me mjete të sofistikuara, shkuan dhe hapën bokset prej xhamit të xhevaireve, ndërto edhe kurora mbretërore. E kështu morën ato që ju desh qejfi dhe ikën. Por kur zbritën nuk hipën në kamion, sepse ata kishin përgatitur motora për secilin. Veçse teksa iknin vrap, njëra prej valigjeve që kishin futur stolit u hap dhe ra në tokë. E kështu të gjitha sendet e çmuara u përhapën gjithandej. Dhe për fat të keq, ajo valigje ishte pikërisht ajo që kishin futur kurorën e gruas së Napoleonit, pra më e shtrenjta. Ju kujtoj që kjo kuror është e përbërë prej 1354 diamant, prej 1130 stoli me gur të çmuar dhe me 56 smerald shumë të rrallë, dhe të gjitha këto të inkastonuara në ar, pra të gëdhendura dhe të punuara të gjitha në forum shqiponje. Me pak fjalë, një vepër e jashtëzakonshme, pa çmim, sepse nuk mund të shitet. Dhe nëse do të shiteshin veç se cila pjesë, bëhet fjalë për miliarda euro. Pas incidentit, muzeu u mbyll dhe policia filloi hetimet, por sidoqoftë, kjo mbetet si një nga grabitjet më spektakolare në Francë. Nga ana tjetër, themeluesi i Telegramit, Pavel Durov, duke ironizuar, është shprehur publikisht se është i gatshëm që të blejë xhevaire të vjedhura të kurorës mbretërore, veçse nuk do t'i kthejë më në Francë, por në Emiratet Arabe, sepse atje padyshim askush nuk mund t'i vjedh dot, thot ai. E kështu, deklarata e tij ka hapur polemika të mëdha, duke ringjallur tension të lartë në qeverinë franceze. Në fakt e kanë akuzuar për censurë dhe hipokrizi. Megjithatë, qëndron fakti që ajdutët janë treguar vërtet shumë të guximshëm dhe kryen një nga grabitjet më absurde dhe më spektakolare ndonjëherë.